Në Shkodër u përkujtua sot 35 vjetori i demonstratës së parë antikomuniste, një ngjarje historike që shënoi rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës dhe hapi rrugën e ndryshimeve demokratike në Shqipëri. Aktiviteti përkujtimor u zhvillua pranë memorialit të 13 dhjetorit në sheshin para Bashkisë së Shkodrës. Në ceremoni u vendosën kurora me lule nga shoqata 13 dhjetori, përfaqësues të Partisë Demokratike, deputet, këshilltar bashkiak dhe shoqata e ish të përdjekurve politik. Të pranishmit mes tyre edhe pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në demonstratën e vitit 1990 risollën në vëmendje guximin dhe mesazhin e asaj dite. Demonstrata e 13 dhjetorit në Shkodër i parapriu zhvillimeve të rëndësishme politike në vend, përfshirë rrëzimin e shtatores së diktatorit nga studentët në Tiranë, duke u kthyer në një moment kyç drejt rrëzimit të regjimit komunist. Me rastin e këtij përvjetori, kryebashkiaku Benet Beci reagoi në rrjetet sociale, duke theksuar se liria kërkon kujtesë, përgjegjësi dhe angazhim të përditshëm për ndërtimin e së ardhmes.